Pacha me ju, vëllezër dhe motra. Sot kemi një fjalë për kthimin ton. Edhe diçka që na ndihmon shumë është fjala e Zotit, është predikimi. Kthimi nuk është një vepër e thjesht forcave tona, e vullnetit ton, të mirë. Jo. Kthimi është një dhuratë prej Zotit. Edhe në thelb është që të jetojmë duke shikuar Zotin, duke ndjekur zërin e Tij, duke ndjekur Jezusin. Kjo është kthimi, nuk është vetëm me lanë mëkatin. Kjo është edhe një pjesë, por nuk mjafton në kuptimin e plot. Mu kthy është me jetu duke ndjekur Jezusin. Jo kriteret tanë, jo mendimet tona, jo ndjenjat tona, por duke ndjekur Zotin, duke dëgjuar fjalën e Tij. Që të jemi grigja e Tij, edhe ai bariu jon. Edhe leximi i parë, ne atë shohim një shembull. Kemi 3 shembuj kthimit. Pak a shumë. Leximi i parë, libri i Jonës. Ninivasit kthehen tek Zoti sepse dëgjojnë predikimin e Jonës. Lan rrugën e tyre edhe ata drejtoheshin tek Zoti, duke vërtitur, duke kërkuar ndihmën e Tij, mëshirën e Tij. Pastaj Psalmi 50 është kthimi i Davidit. Davidi që ka mëkatuar duke vrarë një njeri, duke thyer kurorën, duke gënjur, por si kthehet? Ai që kishte dëshirë me mbulu mëkatin e vet, ai u kthye sepse ka dëgjuar fjalën e Natanit profet. Edhe sot Krishti na thot që ai nuk do të na jap një shenjë tjetër, por shenjë e Jonës. Edhe shenja e Jonës është predikimit. Edhe Krishti na jep një kerikëbë shumë e lartë. Dashurinë në këtë mënyrë. Do të thënë Krishti na shpall që Zoti është atë, që ai na don pa mas, edhe për dashurin ndaj nesh, ai ka me dhanë jetën e vet. Edhe të gjitha fjalët e Jezusit janë të vërtetuar në këtë ngjarje. Që ai si Jona profet nuk ka qëndruar në vdekje. Jona ka qëndruar 3 ditë në barkun e peshkut. Edhe pasaj ka dalë Krishti në nën tokë, do të qëndroj edhe do të dalë pastaj në dritë, në jetë që nuk ka kalbje, në ngjalljen. Kjo është shenja. E ne pranojmë këtë ngjarje nëpërmjet lajmit të mirë të Ungjillit. Tërë konkretisht, në këtë kohë të kreshmeve, si mund të na ndihmojë fjala e Zotit, si mund të bëjnë që fjala e Zotit të na ndriçojë në mënyrë që të ecim në rrugën e kthimit, që të marrim Biblën tonë. A ke një Bibël në shtëpi? Nëse ke, hape. Filloje me Ungjillin, ndoshta me këtë kohë, me fillu me kapitullin e parë e Ungjillit të Mateut, e me vazhdu një pjesë pak nga pak. Nëse nuk e Biblën, bleje merre një Bibël katolike që ka të gjitha librat, jo një Bibël protestante që me vjen keq, ata nuk kanë të gjitha librat. Merre një Bibël katolike me një përkthim të mirë, edhe që ka të gjitha librat. Edhe merre fjalën e Zotit me vete. Me kërku që do t'i Zot, ma jep një fjalë me ndihmo, që unë ta kuptoj, që ta kem ndrit,
që ta kuptoj fjalën tënde në lidhjen me jetën time, edhe me hapun gjillin, me dritën e Shpirtit Shenjtë, dhe me kërku kuptimin prej Zotit. Edhe nëse nuk e ke, me përvojtëri, me lano Zotun, sot nuk e kuptoj, me ndihmo, me kuptu ma vonë. Po ti me shndrit me fjalën tënde, me kene hapur ndaj saj. Kur ajo, Zoti do të na ndihmoj çdo ditë. Le të kemi këtë marrëdhënie më e thellë, më ngushtë me fjalën e tij. Që lëvdu Krishti.